Në Kosovë, Aleanca Kosova e Re parlemëroi mundësinë e shkëputjes koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të kryeministrit Hashim Thaçi, si pasojë e zhvillimeve më të fundit politike në vend. Vendimi i gjykatës kushtetuese, sipas së cilës zgjedhja e presidentit Behgjet Pacolli ishte jo kushtetuese, ka krijuar një situatë të re në vend dhe debate nëse duhet të ketë një rivotim për këtë post apo të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga Prishtina e sjell Hollësit, korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Edhe me te askush nuk mund të thotë qartësi se cila do tjetë rrjedha e zhvillimeve politike në Kosovë, nëse do të ketë një president të ri, apo vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Gjykata kushtetuese shpalli jo kushtetuese zgjedhjen e presidentit Behgjet Pacolli dhe detyrën e presidentit tash është duke kryer kryetari i parlamentit Jakub Krasniqi për dytyrën herë brenda 6 muajsh. Opozita paralajmëron bojkotimin e votimit të presidentit nëse përsëritet kandidatura e Behgjet Pacollit, me çka do të pamundsojë zgjedhja e tij. Aleanca Kosova e Re paralajmëroi mundësinë e shkëputjes së koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të kryeministrit Hashim Thaçi si pasojë e zhvillimeve të fundit politike në vend. Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kanë komentuar këtë qëndrim të Aleancës Kosova e Re, ndërsa kanë shfaqur qëndrime të ndryshme për daljen nga gjendja e krijuar në vend. Presidenti në detyrë Jakub Krasniqi pret hapjen e një debati ndërmjet forcave politike, jo vetëm për këtë situatë, por edhe për zhvillime të mëtejme politike. Besoj që partitë politike duhet të ulen, bisedojnë dhe të dakordohen që në ndonjë kohë të bëjnë reformën zgjedhore, që është e domosdoshme, që të bëjnë ndryshime të kushtetuese dhe pastaj ta gjejmë në bazën e një marrëveshje ta gjejmë rrugën më të mirë për të ecur përpara. Ndërkaq në kryetari i Partisë Demokratike Hayrettin Kuçi njëherë është zëvendës kryeministri i Kosovës, tas janë parti tjera ato që duhet të ofrojnë zgjidhje. Partia Demokratike ka ofruar zgjidhjet e veta, zgjidhjet tonë plotësisht politike, legale, demokratike, po besoj që të tjerë duhet ta bëni gjatë të tillë dhe natyrisht ne jemi të gatshëm që të ballafaqohemi edhe me gara politike. Por në kryetari tjetër i kësaj partie Fatmir Limaj thotë se çështja është tek partia më e madhe në pushtet. Partia Demokratike e Kosovës si fituese zgjedhjeve, si partia më e madhe dhe koalicioni tash i përbashkët ka obligim të jap zgjidhje. Ajo të pri procesit dhe zgjidhjes problemit dhe përgjegjësia kryesore është mbi partinë e cila udhëheq me vend. Kjo s'ka asnjë dilemë, besoj që kjo është ABC-ja e demokracisë në vend. Opozita ka hedhur poshtë çdo mundësi që të votojë për zotin Pacolli nëse nuk ndryshon qasja e koalicionit qeverisës. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, partia më e madhe opozitare Ismet Beqiri, thotë se ka një rrugë që do të mundsonte pjesëmarrjen e kësaj partie në procesin e zgjedhjes së presidentit. Ne kemi qenë dhe jemi të gatshëm për të krijuar ose për të arritur marrëveshje kalimtare, një zgjidhje kalimtare si Lidhja Demokratike e Kosovës, që nuk do të nënkuptonte në asnjë mënyrë që LDK-ja do të hyjë në koalicion me PDK-n, e cila marrëveshje do të nënkuptonte spaku 2-3 çështje, atë të caktimit një agjende të saktë të procedimit të ndryshimeve të ligjit të zgjedhor, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe caktimit saktë të datës së re të zgjedhjeve nacionale, që do të mund të ishte pas një viti, një vit e gjysmë, nuk po paragjykoj. Dhe atëherë LDK do të japte kontributin e saj deri në atë kohë për të realizuar këtu. Në të kundërtën, ne jemi atu ku kemi qenë, kthehemi në pikën 0 dhe veprimi ynë do të jetë njësoj. Bojkotimi nga ana e opozitës i seancës e 22 shkurtit në Parlamentin e Kosovës, kur votua për zotin Pacolli, bëri që gjykata kushtetuese ta shpall vendimin jo kushtetues. Një rivotim pa opozitën do të ishte i pamundur, me që koalicioni nuk do të kishte numrin mjaftueshëm prej të paktën 80 deputetëve në Parlamentin 120 vendesh të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.